Është momenti tashmë që dalim nga studio jonë sepse jemi rubrika Një javë raport java në qyteti, do të shkojmë në qytetin e bukur të Sarandës këtë mëngjes apo jo? Po, do të jemi me kolegun dhe me korespondentin Thoma Anika. Mirëmëngjesi, përshëndetje Thoma. Mirëmëngjesi, përshëndetje nga Saranda. Si është zgjuar Saranda sot, një përshkrim të shkurtër e më tej sigurisht tek raportimi. Po dita e mirë duke qenë mëngjesi thon fjalës dhe mëngjesi sotëm është plot dritë dhe diell. Qielli është plotësisht i thellët dhe deti vaj, siç thonë detarët. E moti në përgjithësisht në ngrohje dhe dita ditës, shikon të drejtohen më shumë njerëz plazheve, duke nisur nga ato publike që shtrihen përgjatë ditës së re, tashmë më të zgjeruara në sipërfaqe. Siç e kam thënë edhe në lidhjet tona të mëhershme, fal investimit për shëndetoren, kjo veri gjen plazhet tona për herë të parë kompletuar edhe me dushe, me kabina çveshje e të tjera. Kjo është java e parë pas çeljes simbolike që i bëri Bashkia e Sarandës sezonit verë 2021. Ajo që bën sy është mungesa e çadrave dhe shezlongëve në plazhet publike, që do të thotë se ato do të jenë free për frekuentuesit e kësaj vere. E gjithashtu sheh që nuk mungojnë kullat e rrëjes prezetare, ku shërbejnë skuadra shpëtimi që japin siguri jetë në plazhe. E po kështu është bërë kufizimi me tapa uji i hapësirës detare të lejuar për notim, që është edhe ky një element i sigurisë së jetëve në plazhet tona. Qyteti i Sarandës është akoma me ndjesin dhe mesazhet e marra nga organizimet e realizuara për celebrimin dhe edhe simbolik që u bë sezonit të ri. Ky siç është viti veçantë, me mjaft të veçanta ishte edhe çelja, por duke lënë me një anë detajet, nuk duhet lënë pa thënë se çelja e sezonit si vjet përkoi dhe u integrua me aktivitetet të javave të Evropës 2021. E kjo solli praninë e ambasadorit të BE-s, Luigi Soreka, dhe ambasadorëve të Suedis, Francës dhe Spanjës në Tiranë, të cilët mbetën të mrekulluar nga Saranda dhe nga oferta turistike e klima njerëzore që gjetën këtu. Në një pamje tjetër, kjo ka qenë javë e zhvillimeve të shumta dhe lajme të shumta. Ka disa lajme me impakt në zhvillimet e pritshme turistike të Sarandës dhe krejt rajonit deri në syrin e kaltër. Në këtë pikë të rëndësishme të interesit turistik, tashmë ka nisur të investohet seriozisht për të dhënë fund kushteve skandaloze të rrugës që të çon te ky monument natyror shumë i vizitueshëm, duke nisur nga shtrimi i kësaj rruge me asfalt. Po gjatë kësaj jave ishte dhënë mjaftueshëm edhe jehon ides që në syrin e kaltër mund të hyjet dhe të dilet edhe me një alternativë më shumë dhe me alternativë sigurisht shumë turistike, siç është vendosja e një treni turistik, e kjo është artikuluar nga ministri Klosi. Lajm me thelb dhe me impakt në turizëm është edhe ai i përurimit të pikës së re të grumbullimit dhe përpunimit të mbetjeve të riciklueshme të Sarandës. Kjo vjen si një bashkëpunim i projektit gjerman GIZ me Bashkinë e Sarandës në fushën e Vëllëderit në periferinë e afërt të qytetit. E rëndësishme është se kjo pikë grumbullimi për mbetjet pritet të jetë funksionale qysh këtë sezon, duke realizuar vendosjen e koshave të mbetjeve të riciklueshme pranë subjekteve që janë identifikuar si prodhuesit më të mëdhenj të tyre. Ngjarjet artistike gjithashtu nuk kanë munguar. I tillë ishte koncerti i kuadruar në mbyllje të javëve të Evropës 2021, koncerti u organizua në mjedis të hapur në Akropolin e Butrintit, ku virtuozi Robert Bisha, një muzikant shqiptar i përgatitur dhe i integruar në Itali, mrekulloi të pranishmit dhe i mbërtheu me talentin e tij. Muzikanti dhe kompozitori Bisha me origjinë nga Vaudejës e ktheu pianon në lodër dhe tastierën e pianos që luante tingujt e saj në një magji. Në Akropolin e Butrintit, koncerti i talentit të tij filloi edhe më fantastik, i vendosur në magjinë me emrin Butrint. Ndërsa një 13 vjeçar violinist nga Saranda gjithashtu ka përlajm duke ia dalë të vlerësohet maksimalisht dhe të marrë 100 pikë të mundshme në konkursin ndërkombëtar Tirana Talent, zhvilluar këtë ditë në Tiranë. Ky është Martin Zuzi, nxënës i klasës së 7 në Sarandë, që u bë fitues i çmimit të parë të konkursit ndërkombëtar në edicionin e 12 të tij. Martini ka qenë absolut në vlerësimin e jurisë që përbëhej nga profesor Lorenzo Radovani, Nadezhda Borodini dhe profesor Astrid Selita. Me shumë interes është pritur lajmi i shumë pritur i rihapjes së pikkalimit kufitar të botës, duke nisur prej 7 qershorit pra prej ditës së hënë. Sido që orari si fillim do të jetë kufizuar në 8 orë shërbimi në ditë dhe do të lejohet kalimi i 250 personave, kjo vlerësohet si një rivendosje domosdoshme komunikimi për rajonin tonë me fqinjin grek, e lidhur kjo me nevojën për marrëdhënie tregtare, për punësim sezonal dhe për liri lëvizje në të dy anët e kufirit. Gjithashtu të reja interesante dhe me këtë po e mbyll, vazhdojnë të vinë edhe nga futbolli Sarandot, ka që në pikërisht kjo e hënë që ka prodhuar lajmin, Butrinti i kaloi edhe sfidën e radhës me Laborin, duke dalë fitues me rezultatin 1-0 ndaj saj. Gjithashtu, gjithsesi skuadrën tonë e
e ndajnë nga ngjitja në kategorinë e parë edhe 90 minuta të tjera. Ato do të luajnë pikërisht ditën e nesme me futbollistët e Rrykut përballë në stadiumin Asnjanës Selman Sarmasi. Në sfidën që do të zhvillohet nesër, skuadra sarandiote shkon jo vetëm me dëshirën, por edhe me të gjithë përgatitjen që ta fitojnë ndeshje dhe ta shikojë veten në kategorinë e parë në sezonin që vjen. Mirë. Ju falenderojmë dhe ju përshëndesim për raportimin dhe diçka na përsollet nga qyteti juaj nga Saranda. Ju përshëndesim, falenderojmë, ju urojmë ditë të mbarë duke përmbyllur kështu këtë komunikim të drejtë për drejtë me korrespondentin Thomanika nga qyteti i Sarandës. Një përshëndetje edhe për të gjithë miqtë të cilët na ndjekin nga ky qytet edhe sot. Po. Mirë, të është informacion që na përsollet korrespondenti ynë.